Allah azza wa jall para më dërvesh me na zbulu gjunat. A na do dikush? Haj kallzoni drejt. A do dikush me të zbulu Allah azza wa jall gjunat? Kur të lavdrojnë njerëzit, ta di se kanë lavdru, di kanë, do të thonë s'u kanë lavdru as mua as ty. A di kanë lavdru njerëzit. Njerëzit thot e kanë lavdru në bazë të asaj që e kanë pa, edhe e kanë lavdru në bulesën e Allahut që ta ka bën bulesë për mi gjunat e tua. Para mendone që tu kallzu ders, Allah azza wa jall më pasqit mu gjunat e mia ashtu edhe me hec si video. A më kishin ngu mua e kishi pa gjunat e mia ashtu për mas. Po shka të tani atëherë? Njerëzit nuk të lavdrojnë ty, njerëzit e lavdrojnë qatë që e shofin të ti edhe mbulesën që Allah azza wa jall ta ka mundësu me mshirën e vetë që mos me ti pa gjunat njerëzit. Para me ndorë një situatë tjetër. Subhanallah. Allah azza wa jall para me ndorë veç me në izbulu gjunat. A na do dikush? Haj kallzoni drejt. A do dikush me të izbulu Allah azza wa jall gjunat? Qysh ka thënë Imam Ebu Hanifi, Allah i mëshiroft. Thot nëse Allahu azza wa jall ti kishte zbulu edhe kishin pat mëkatet e tona. Thot asnjëri me tjetrin s'kish më arrit me rrit ngat. S'kish më arrit me rrit ngat. Allahi atu në imbullu neve. E nejna të kallzun një pjesë të mirë që Allah azza wa jall na ka dhënë. Çdo sukses joni është pjesë e Allahut azza wa jall. Çdo se shka e bëjna ne, kush na ka mësuar neve me bë mirë, kush na ka mësuar? Ka ditë që do të më fal, ka ki mësuar ti që do të më fal, ka ki mësuar ti që çish do të më jetu, çish do të më adhuru, çish do të më punu, ka ki mësuar ti? Po Allah azza wa jall ta ka mundsu. Kush ta ka dhënë ti organizmin tan? Kush ta ka mësuar ty që çish me tërë zemra jote, që në sekond mund dal zemra të vdes njëri. Kush ta ka mësuar? Allah azza wa jall. Po kush meriton lavdi, do të thonë lavdratat? A njeri Allahu? A e kuptoni se çfarë ndërlidhje ka ligjëratës së fatësisë? Do të thonë, këtë lavdrimat i takojnë Allahut. Ne jemi një pjesë e karavanit që hecna.